Mirë mbrëma të nderuar shikues. Mirë se po takohemi në emisionin Debat në Shenja. Sonte po nisim episodin e parë me mysafirin ton të parë, pra kemi një mysafir special, kemi privilegjin që ta kemi në studion ton, një politikan që në secilën paraqitje e tij publike zgjon kuriozitetin e publikut. Fjala është për kryetarin e Aleancës për Shqiptarët, zoti Arben Taravari. Mirë se erdhët, zoti Taravari. Mirë mbrëma Abedin, faleminderit për ftesë. Kështu, ne sonte do të flasim për gatishmërinë tuaj për të futur në zgjedhjet lokale, mirë po para se të vim deri tek zgjedhjet lokale ka pasur një sër ngjarjesh e zhvillime dramatike në skenën politike, që kushtimisht thënë personazh kryesor i këtyre ngjarjeve keni qenë edhe ju zoti Taravari, prandaj e kemi të domosdoshme, të patjetërsueshme të diskutojmë dal nga dal derisa të vim deri në këtë realitet politik në cilin ndodhemi sot. Viti 2017, viti 2024 e viti 2025 janë 3 vite që figurën tuaj politike dhe karrierën tuaj e karakterizojnë me 3 vendime shumë të rëndësishme. Dalje nga qeveria, veprime që nëse shikojmë në shikim të parë do thotë aludojnë në rrëzimin e mitëve që politikanët po ulen në karriget pushtetit nuk gjohen më, pra ju e keni rrëzuar këtë mit. Mirë po, nëse bëjmë një analizë më të thukët e më të detajuar të këtyre vendimeve dhe veprimeve tuaja, i bie që partitë politike ekzistojnë dhe garojnë për ta fituar pushtetin, që pasaj përmes pushtetit me i përmbush ato zotime dhe premtime që u japin para elektoratit. Dhe kur kemi 3 shanse që u kanë dhënë zotit Taravari pra Aleancës për Shqiptarët për të futur në qeveri dhe në pushtet, për të bërë ndryshimet e premtuara para elektoratit, ju keni vendosur të tërhiqeni. Dhe kjo situatë ka të bëj me mungesë të një ekipi që mund të ecë proceset përpara, apo ka të bëj me fatin e keq tuajin që nuk po gjeni dot mirë kuptim apo gjuhë përbashkët me partnerët tuaj të koalicionit? Pyetje interesante, edhe unë dua ta sqaroj pak më gjatë. 2017 është e vërtetë se unë isha ministri i shëndetësisë edhe atëherë Aleanca për Shqiptarët hyri në qeveri, që VMRO-ja dhe regjimi Gruevski të shkojnë në opozitë. Ne në 2016 si Aleancë për Shqiptarët herën e parë dolëm në zgjedhjet parlamentare dhe morëm 3 deputet, aq sa i kemi edhe tash. Edhe atëherë vendosëm si parti e re 2017 me që ishin zgjedhjet e para lokale ku garonte Aleanca për Shqiptarët me sugjerimin e shumë shokëve e miqve, edhe pse Ministria e Shëndetësisë ishte me besueshmëri më të madhe se çdo ministri tjetër, bile me besueshmëri më të madhe se kryeministri Zaev në 2017. Nuk ishte se ne s'kishim gatishmëri. Në atë periudhë vendosëm brenda partisë me bashkëpartiakët se shumë me rëndësi kemi të fitojmë disa komuna. Dhe unë atëherë u tërhoqa prej pozicionit të ministrit, ju kujtohet zoti Zaev kishte edhe paraqitje publike ku insistonte që unë të vazhdoj në Ministrinë e Shëndetësisë, por vendimi jon i përbashkët dhe unë isha i bindur se në atë moment ne duheshte të shkojmë në opozit, realisht nuk shkojmë në opozit, po të dalun prej pozicionit të ministrit në kandidim për kryetar komune, apo kandidati për kryetar komune të Gostivarit, dhe si Aleancë për Shqiptarët herën e parë arritëm të marrim 3 komune. Dhe periudha mbas 2017-s, Gostivarin, Vrapçishtin dhe Bogovinën. Mbas 2017-s e kishim rritjen më të madhe të mundshme të Aleancës për Shqiptarët, që rezultoi në vitin 2020 me një rezultat në zgjedhjet parlamentare me 12 së bashku me alternativën, 8 deputet të Aleancës për Shqiptarët dhe 4 të alternativës. Sidoqoftë, 2024-ën Aleanca për Shqiptarët ka qenë antipod dhe është antipod i BDI-s. Në qoftë se dikush ka bërë betejë politike kundër BDI-s këto 10 vitet e fundit, padyshim është Aleanca për Shqiptarët. Dhe 2024-shin, kur u formuan rrethanat e pam se len veç ekzistonte, 3 subjekte politike, apo Alternativa Besa dhe LD-ja, e cila ishte fraksioni i BDI-s, të gjitha qysh atëherë kam thënë se janë derivate, janë subjekte që dalin prej BDI-s, sikur ne që jemi subjekt apo derivati PDSH-s, që kemi dalë prej PDSH-s,
Do të thënë, Aleanca për Shqiptarët determinon të fitusi. Do të thënë, në qoftë se vitin e kaluar, Aleanca për Shqiptarët mbeteshte me BDI-n, nuk do kishte dyshim të shqiptarët. Ne vendosëm të shkëputemi, dalim prej qeverie, dhe besoni kjo është sakrificë, se dikush thot shumë lehtë shu ta thush me fjalë, me retorikë se dalim prej qeverie, por ta bësh atë është shumë e vështirë. Ne dolëm prej qeverie, u bë vleni, ishin len, bashkë me Aleancën u bë vlen, dhe arritëm të marrim në 8 maj 107.000 vota, që janë mjaft vota për të qenë legjitim i plot fuqishëm, për pas legitimitet të plot fuqishëm për t'i prezentu shqiptarët, për t'i përfaqësu shqiptarët. Dhe në aspekt kuantitativ, po e përsëris, ne dolëm mirë, morëm kryetarin, e mbajtëm kryetarin e kuvendit, që ishte shumë i rëndësishëm për ne, edhe i morëm 6 ministri, në aspekt kuantitativ pas. Në aspekt kualitativ, A kishit problem të përgjellni kush do tjetë figura për kryetar kuvendi me që po flasim për aspektin kualitativ? Jo, ne në parim me zvlenit bisedojshim se duhet tjetë njëri prej deputetve, mundësish prej kryetarve të partive. Deputet prej kryetarve të partive ishin vetëm Zoti Bilal Kasami donte të mbetet kryetar komune, mbeti dilema eventualisht Izet Megjiti ose Afrim Gashi, bisedojshte edhe për Halil Snopçen, po me që Halil Snopçe ishte deputeti kategorikisht kundër, se zdon të merë ashtu pozicion, don të vazhdon si deputet, unanimisht u morën vesh tjetë Afrim Gashi, kështu që aty s'kemi pas problem. Në aspekt kualitativ, ne u morën vesh me vëmëron për 4 pika, edhe duat t'i përsëris këtu. Një ishte Bashkimi Evropian. Mbas një vjeç, ose para vitit 3, 2024 në nëntor, dhjetor, ne ullëm me kryeministrin, mbasi mbaruan zgjedhjet prezidenciale në Amerikë. Në farë, këtu po jë ndërpres të pika e parë se Zoti Taravari në realitet edhe gjatë fushatës, do thot para 8 majit, ka pasur zdotime që nuk ka qeveri pa u hapë rruga europiane. Do thot, ka qenë edhe zotim që as nuk formohet qeveria, por pasaj nga ky premtim kaloi në një zotim tjetër që në 6 muajt e parë të qeverisës. Jo, ne kemi insistu, bile personalisht une, ja ku janë edhe besoj se këtu do vinë edhe kryetarët e ardhshëm kryetarët tjerë të vlenit, ne kemi kërku pika e pare marrëveshjes me VMRO-n të jetë integrimi në Bashkimin Evropian. Edhe kjo qëndronte si pika e parë. Nga dhjetori viti 2024, Zoti Mickovski na i bëri me dije se kjo pun s'do bëhet. Se nuk ka gatishmëri për t'i pranu kërkesat e Bugaris, për t'i bërë ndryshimet kushtetuese, dhe ky ishte një moment i zhgënjimit të madh. Dhe unë personalisht e kom pyet Zoti Mickovski, kjo nënkupton, Zoti Kryeministër, kjo nënkupton se s'bëhen ndryshimet kushtetuese. U zgënjët ju si Zoti Taravari apo si vlen? Jo, edhe si vlen, dhe doni, edhe unë kam dalë, edhe Bilali ka dalë, edhe Izeti ka dalë, edhe çdo eksponent i vlenit kemi dalë publikisht, kemi thënë. Ju i keni mediumet, mund t'i merrni emisionet. Kemi thënë për 6 muaj e bëjmë këtë. Nëse për 6 muaj edhe në qoftë se s'mundet, për 1 vjet s'paku, tash u bën 1 vjet e gjysmë, as që bisedohet për Bashkimin Evropian. Ja, hapni debatet sot, ku do qoftë që të paraqiten eksponentët e vlenit, as që bëhet biseda e Bashkimit Evropian. Jo që e them unë. Në qoftë se bisedoni me përfaqësues ndërkombëtar, pa përjashtim. Të gjithë thonë se jeni shumë larg rrugës europiane. Shqipëria e hapi klasterin e fundit. Do me thënë, Shqipëria pritet 2029 ose 2030 tjetë antare plot fuqishme. Dhe kjo kryon frustrimet e ne. Unë gjatë fushatës për zgjedhjet prezidenciale, kam thënë se frigën më të madhe që e kam, është mos na përsëritet Bukureshti 2008. Çfarë do me thëmë Bukureshti 2008? 2008-ën ishim bashkë me Kroacin dhe Shqipërin, edhe Macedonia, që të bëhemi antaret plot fuqishme të NATO-s. Nuk u bëm, erdhëm Macedoni Gruevski atëre dhe Crvenkovski, shpallën zgjedhje, dhe thamë për 1 vjet, 2 vjet bëhet. Neve na duheshin 10 vite, 2018-ën, të bëhemi antaret plot fuqishme e NATO-s. Unë frigohem tash përsëri po e them, atë që e kam thënë në fushat gjatë zgjedhjeve prezidenciale. Frigohem fenomenit të Bukureshtit 2008. Mos na duhet Shqipëria të antarësohet, ne të mbetemi 3 shtetet të izoluara, fatkeqësisht. Bosnja,
Maqedonia dhe Kosova. Kështu që ky ishte sinjali apo alarmi i parë që zgjoj të antarësia jonë, të kryesia, po edhe të unë personalisht. Pika e dytë ishte e marrëveshjes me Mickovskin ishte që të kemi decentralizim fiskal. Do të thënë komunat kenë më shumë kompetenca. E dini si, pushtetin e ka ai i cili i kontrollon buxhetet. Dhe këtu në Maqedoni jo rastësisht buxheti është i centralizuar. Çdo gjë varet prej pushtetit qendror. Prandaj edhe njerëzit janë të fokusuar të gjithë në qeveri. Shumë me rëndësi e kishim decentralizimin. Komunat të kenë buxhete më të mëdha për investime të cilat bëhen në komuna. Çfarë kemi tash? Kemi një propozim. Prandaj edhe u lat larg Ministrisë Financave atë si vlen. Po jo vetëm nuk kemi asnjë përfaqësues të vlenit në 3 ministritë kryesore. As në finansa, as në Ministrinë për Punë Jashtme, as në Ministrinë e Mbrojtjes. Fatkeqësisht sot s'ke as zavendës ministër. Po, kjo çështje është dalë se u diskutuan në negociata, grupet negociatore që tash të kthehemi te tema e decentralizimit. Tash veç ka një propozim ligj për vetëqeverisje lokale, për qeverisje lokale. Dhe imagjinoni, ai ligj është Maqedonia më shumë të centralizohet, jo të decentralizohet, që ne bim kundërshtim me marrëveshjen që e kemi bërë me VMRO-n. Pika e tretë ishte zhvillimi ekonomik. Ku jemi me zhvillimin ekonomik? Në Maqedoninë lindore ka pak investime, po në Maqedoninë perëndimore më thoni një investim të vetëm që e kemi bërë, ose vleni që e ka bërë për 15 muaj, edhe ne kur ishim 10 muaj. Bile paralajmërim nuk ka për ndonjë investim në Maqedoninë perëndimore. Edhe ato kompani që kanë shpreh interes, janë refuzu, ose janë neglizhu, ose janë marginalizu, as pak se janë marrë parasysh. Morëm një kredi prej Hungarie. Po. 1 miliard euro. Prej asaj kredie 250 milion euro u ndajtën për kompanit private si ndihmë prej shtetit me interes shumë të vogël. A e dini se prej atyre 200 kompanive, asnjë kompani shqiptare s'ka marrë ndihmë prej shtetit. Asnjë, spaku 10%, 20% tjetë prej atyre dhe ishin 20, 40, 50 kompani shqiptare. Asnjë kompani. Dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit, ju e shifni edhe shteti së drejtës nuk duhet flas. Me premtimet shumëta se do të ketë përgjegjësi, ndodhen fatkeqësisht edhe disa raste tragjike që edhe ndodhin edhe këto 4-5 muajt e fundit, duke nisë prej Koçanit e më tutje çfarë ka pas me zjarre, me ka qendrat fuqishme, nuk e di çfarë, ku janë përgjegjësit? Se VMRO-ja edhe vleni duhet ta kuptojnë se janë në pozit, nuk janë në opozit. Se i shoh vazhdimisht akuzojnë se ka qendra të caktuara, tregoni ato qendrat, ose merrni masa për ato qendrat, ose tregoni kush janë ato njerëzit, ose kapni ato njerëzit. Nxjerrni para gjykatave. Praktikisht prej një shprese, unë kam pas shumë shpresa të ndryshimi edhe të vleni. Po. U shëndruam me një zavendësim apo me një zhgënjim të madh. Nuk e them për mua se tash kam dalë në opozit. Edhe në mbledhje të kryesisë dhe kuvendit të partisë, kam thënë se fatkeqësisht jemi të pafuqishëm. Unë dilsha si ministri i shëndetësisë, thosha se në dietor, se në qeveri e flisnim, i punësojmë 600 specializantë. 1200 fakt. 600. 1200 deri vitin e ri, pas vitit të ri, po. Të punësuar, ato që janë me kontrata dhe kishim marrëveshje, ato që kanë kontrata të marrin vendime. 600 specializant plus, gjithsejt 1800. U bë janari, shkurti. Kryeministri kam thënë, kryeministri, jo që unë e kam thënë publikisht, po edhe ju e keni thënë se ne janar shkurt duhet t'i punësojmë. Ato 300 u punësun me zi, me presionet të jashtëzakonshme. 1200 me kontrata. Duheshte në janar, dhjetor, vitin e kalum, janar, shkurt, mars, prill, më dishim qesharak para njerësve. Thuj premto, këndej nuk ndajmë buxhet, nuk ndajmë para për t'i realizu ato kontratat bëhen vendime. Dhe plot gjëra tjera ku dishim qesharak. Unë sot, kur i shoh paraqitjet e kryeministrit për shembull me kryetarin e komunës Tetovës, duket shumë poshtrimi madh, derisa folaj, ky e ndërpret, merr fjalën, ose e lëshon preskonferencën, ose disa paraqitje tjera në të cilët
totalisht këto dalin me një qëndrim, kryeministri del me qëndrim tjetër, ose një drejtor që ka fol Shqip, s'ka fol shumë mirë makedonisht, se edhe njerë nëse s'flet, do të ndryshojmë. Mendoj se Këtë është segnale që ka mungesë koordinimi. Diskoordinim total. Nuk duhet të them se vetëm kjo ishte arsyeja, edhe desinkronizimi total brenda Vlenit. Domethënë 4 parti plus vetëvendosja për çdo një vendim, për një kontratë që duhet të kalojë filtrin e Vlenit, filtrin e një partisë, filtrin e tjetrit, po pasni komisioni kadrovik në qeveri, po sa drejtori njerëzve i kemi shpall, i kemi kalu si drejtora, janë gjetë arsye të lloj-llojshme banale për mos mu e mru. Mandej kur na vishin lajme disa drejtor që i kishin, na thoshin duam t'japim dorëheqje, se jemi të shpërfillur totalisht. Kemi zavendës ministra që nuk shkojnë as në punë. Imagjinoni. Kush janë këto zavendës ministra? E din, disa zavendës ministra shkojnë 1 ditë në javë ose 2 ditë në javë. Nëse ata nuk e përmbushin obligimin e tyre si të emëruar, pse duhet të hezitohet të mos përmenden me emra? Edhe nuk është 1-2, përveç 1 ose 2-3 zavendës ministra, 7 janë. Po, edhe prej 7-ve? 3 zavendës ministra kanë qenë aktiv, super aktiv, që janë interesu. Disa nuk ishin azyra, po me sa e di edhe 1 ditë ose 2, as vetur zyrtare su jepeshte, ato e din tash që i përmendit, kush janë ato. Po si do të kjo pak me rëndësi. Jo, e vërtet, ama me që jemi vetëm këti, pse mos ta di edhe publiku, me që jemi edhe në prag të zgjedhjeve, edhe gjithë shka që nëse një zëvendës ministër është i emëruar për të shkuar në punë, pse duhet mungojnë punë, ose pse mos të zavendësohet. Në qoftë se përmendi emra do të vije si shumë personale, po edhe partit politike, edhe tash kur flas, edhe shumica e njerëzve prej qyteteve prej cilëve vinë ato zavendës ministra, e din se më shumë janë në qytetet e veta se sa në ministri. Që realisht ishte një shpërfillje, një jo konsiderat. Jo që s'kan desh ato të shkën. Ato kanë desh të shkën. Po s'është me zotit Aravari kjo punë çështje dëshira. E di. Vetëm se du të them se ishin të kufizuar në kompetencat që i jepeshin prej ministrave. Që ishte realisht marginalizimi shqiptarve në institucione. Ka zavendës drejtora që u thoshin mos hajdenin punë. Mos hajdenin punë se merë një rogën, rini shpërë. Jo, po kjo nuk është punë administratore, me gjdo respekt për se cilin kategori punëtorve. Zavendës drejtori duhet tjetë personi dytë në një organizim, në një institucion shtetëror. Jo tjetë vetëm individ kukë. Do me thënë, diskoordinimi në Vlen, desinkronizimi total, po edhe mos përfillja prej partisë e cila dominon edhe me numrat, jemi të real. Vëmëroja brashme, znami janë 64 për 120 deputetve. Kështu që ne vendosëm për sëri, unë tem nga shkon Aleanca, atje është fitusi. 2024 në Aleanca doli prej qeverie, u bashkanjit, bëri një bashkëpunim me Lenin, u bë Vlen, dhe bëri një rezultat respektabil, 107.000. Tash Aleanca për shqiptarët bëri një bashkëpunim për zgjedhjet lokale me BDI-n, për të ndihmuar kandidatët në mënyrë të ndërsjellë. Po, do ta diskutojmë këtë çështje sepse dhe besoj se përse nuk do mungoj rezultati. Po, ju opozitës ja keni marrë mirë dorën. Mirë po, nuk është Aleanca e njëjtë 2017-ës ase Aleanca e 2024-ës, këtë vetë nuk e kemi Aleancën e njëjtë. Po, për këtë do të diskutojmë më vonë. Ajo do thotë natyrshëm, rrjedhshëm që buroni këto shqetësime dhe ankesa pa rregullsi që keni vërejtur derisa keni qeverisur bashkë me Vlenin, u kuptua sepse ishte një varg, një sër pa rregullsish. Por sot, zotit Aravari, jeni më i fort politikisht apo më i dobët se sa një vit më parë? Do gjoni, për vete, shumë me rëndësi, çdo politikan e ka të jetë me veten pastër. Unë e di se u bë një propagande jashtëzakonshme kundër meje, e cila ishte totalisht e sinkronizuar prej partive të Lenit, bile para se me dalë. Fillun me zeron, shumëzohet Aravarin, a është Aravaria, nuk është në Vlen, njësoj është, bile pa Aravarin jemi më të fuqishëm, e përçam Aleancën, ja kemi marrë partin, nuk kam bet antarësi, fatmirësisht Aleanca për shqiptarët i vazhdon t'i ketë prej 5, mbetëm 3 deputet, dhe 2 komuna me cilët qeveris relativisht mirë, dhe çdo parti në fund të ditës shihet me rezultatet që i arrin në zgjedhje.
tash janë zgjedhjet, ja ku është 19 tetori, në fund të ditës sovrani apo qytetari do të tregojë se Aleanca për Shqiptarët ka forcën politike dhe potencën politike, ose nuk e ka, jo vetëm për Aleancë për Shqiptarët, për gjitha partit. Në këtë rast ne garojmë zbashku në një aleancë kombëtare, kemi quajtur një bashkëpunim, kështu që edhe vleni del garon në gjitha komunat. Në fakt e mira e këtyre zgjedhjeve është e njëjta se këtë vitit kaluar që votuesi shqiptar është do të thotë etabluar në 2 bloqe dhe kjo është një përparësi dhe një avancim goxha i madh dhe shumë i nevojshëm për skenën politike këtu te ne. Është më mirë në aleancën kombëtare për integrim apo në vlen? Dhe në këtë drejtim, zoti Taravari, cili prej liderëve të vlenit ju ka zhgënjur më së shumti? Dhe Arben Fetajin e Bekim Çokun a i shihni si lider të vlenit, me që i njihni dytë prej afër, keni pas bashkëpunëtor të afërt, sipas prognozës suaj, sa peshojnë dytë zbashku, jo për kilogram, po e kam fjalën për votë elektorale, do thotë në elektorat, sa peshojnë Arben Fetaj dhe Bekim Çoku? Dëgjoni, prej vlenit, raportet deri në fund kanë qenë korekte, mes nesh, por ishim disfunksional. Unë e kisha përshtypjen, këtë e kam thënë çdo kundi, ja publikisht herën e parë them, e kam pas përshtypjen dikundi prej nga dhjetori kur e mbajtëm në kongresin, dhjetorin e 2024-s, i formuam degët prej fillimi, kishte masuvitet të madh. E formuam forumin e gruas, forumin rinor, kishte masuvitet të madh. Në fund mbaruam me kongres në dhjetor të vitit 2024, përsëri kishte interes të jashtëzakonshëm. Anketat tregonin se gjysma e vlenit është Aleanca për Shqiptarët. Kështu tregonin 3-4 anketa që u bën prej nëntori deri nga prilli maj, përsëri pak më pak se gjysma është edhe tash anketat, vetëm Aleanca për Shqiptarët në kuadër të vlenit dhe mbasi u ndajtëm, se kishte... Këtu duhet ju ndërpres zoti Taravari. Kur e dini ju që partia juaj peshon më shumë se sa do të gjysma është atij koalicionit është partia juaj dhe gjysma tjetër parti tjera. Pse atëre bët ndarje, nuk pranua aty në koalicion me një ndarje prej 25%? Dhe Gjoni, kishte ngërç gjatë negocimit me VMRO-n, se negocionim vlen... Jo, e kam fjallën, kur ju si ashtë kaluat në vlen, pse u dasht... Jo, ne për deputet u morëm vesh, pas njerë, unë kam një dopsi se kur hy me një marrëveshje, nuk më interesojnë detaje ose imësira. Edhe këto i quaja si detaja, për imësira me rëndësie kisha ndryshimi. A ka qenë një sistemi zotit Celat që Aleanca për Shqiptarët, nëse vendos të hyjnë në koalicion me vlenin, zbashku kompakte si që ka qenë, të merë më shumë se sa parti tjera? As pak. Zotit Sela atër ishte absolutisht kundër që të shkohet me vlenin, njëri ishte absolut që vazhdojt me BDI-n, pastaj e pase nuk kalon ajo që të shkohet me BDI-n, flas për 2024-shin, atër e ndroj nisi të flasje se duhet të dalin vetë, po si do të kjo ka kalu, kishte një farë ngërçi, nuk mund të mireshim vesh, edhe dilshim keq edhe para opinionit, po edhe para VMRO DPMN-s, në fund të vendos që ndahet kulaçi qeveritar 4/25, edhe pse të gjithë e dinim se dikush prej aty nuk them për Aleancë për Shqiptarët, pastaj dolën anketat ku tregoi se Aleanca dominon mbi gjitha partit tjera, po kjo përsëri nuk është e rëndësishme. Këtu janë 3-4, veç krijohet 3-4 drejtori, 5 drejtori ma pak ose ma shumë. As pak s'prish punë. Po krijohet është frustrim të antarësia. Tash, kur i merë drejtorit Iran ashtu, alternativës shembull, e cila dilte pak ma dobet si partit tjera, pa mos desh ta nënçmoj, se kur është një bashkëpunim, nuk është me rëndësi kush sa sjell aty. Se është i rëndësishëm që të funksionon si koalicionim, po drejtori më të mirat nisën antarësia, ankohet. Po kur nisin edhe blokadat për një punësim, për një kontrat, për një punë që duhet të ndihmohet një aktivisti, aty veç nisin zhgënjimit e antarësia, zhgënjimit e qytetarët, kompromiset që duhet bëheshin mes nesh, po edhe me VMRO-n, komunikimi i zotit Mickovskit veç me çdo njërin prej kryetarëve, kështu që u bë një kaos total. Se dikush më akuzojnë tonë, pse kishe thonë se ke pas raporte të shkëlqyeshme me Mickovski, po a duhet të rej se kam pas raporte korekte me Mickovski. Po
këtë që ndodhte mes partive, nuk është ky raport që e kemi pas ne si dy individ që njihemi që 8 vite. Unë ju garantoj se asnjëri prej koalicionit Vlen nuk e njihte Mickovskin prej 2017. Unë e kam pas raporte korekte edhe si dy profesor universitar, po edhe kemi pas bashkëpunim. Po pavarësisht, unë flas tash si kryeministër, ai e ka keq përdor këtë desinkronizimin apo diskoordinimin ton brenda Vlenit. Nuk është çështja se shqiptarët nuk kanë interes ta dinë garën se kush prej politikanëve shqiptar ka njihet më herët me ka do kritika thonë se Taravari ka thënë se rezultatet e atyre raporteve sa janë në interes të shqiptarëve. Dëgjoni, unë me zotrin Mickovskin kam qeveris në Kostivar 8 vjet me VMRO DPMN. Ashtu, Mickovski ka qenë kryetari i partisë, 2017 ishte sekretar, në dhjetor 2017 u zgjot kryetari VMRO DPMN-s deri tash. Edhe tash ne dolëm prej qeverie, nuk i nxorëm VMRO, ne mbajtëm pushtet lokal sepse na kanë ndihmu për ta marrë atë qeveri, nuk kemi pas asnjë farë telashi. 8 vite. Domethënë kemi funksionuar relativisht mirë. Në nivel lokal flas, për komunën e Gostivarit. E tani për nivel qendror po thunin se nivelet tjerë të Vlenit ju kanë bërë pengesë që unë ju garantoj sikur Alianca për shqiptarët ta udhëtiqte këtë proces të qenurit në qeveri si Vlen. Unë ju garantoj se Vleni do të qëndronte shumë më mirë. Po tani më veç po flasim për çështje hipotetike, po. A ka kërku këtë gjë Alianca për shqiptarët ose ju si lideri Aliancës? Dëgjoni, nuk ka nevojë të kërkojsh kur ke 4 anketa që ti bëjnë shtëpi të ndryshme anketuese, kur ke anketa prej LSDM-s, prej VMRO-s, prej çdo kujt që dalin edhe publike, edhe në asnjërin prej atyre nuk del se Alianca për shqiptarët është elementi më i fuqishëm brenda Vlenit. Kjo ka qenë se është e shtrirë në gjithë teritorin ku jetojnë shqiptarët. Mbas BDI-s me organizim politik, flas me struktura politike, Alianca për shqiptarët është e dyta, edhe sot e kësaj dite me organizim. Nuk ke fshat prej Likove deri në Strug, Dollnene, Manastire, Krushev, ku Alianca për shqiptarët kur do qoftë që të shkesh nuk ke 5-10-15 njerëz të presin. Kjo është ai skelet partijak që pasnjë mundson të kesh rezultate të mira edhe të bëjsh fitore në përzgjedhje. Ju kujtohet fotografia e famshme, shtrëngimi i duarve me kryeministrin aktual, cilin ju sot po e kritikoni. Një fotografi e shkrepur dhe publikuar disa ditë para zgjedhjeve që në realitet pati impakt dhe ndikimin e saj edhe në numra, pra në numra konkret që janë përkthyer në vota. Ky veprim sigurisht është e pa diskutueshme që ka ndikuar pozitivisht në favor të koalicionit Vlen. Por juve si lideri i atëhershëm i Aleancës për shqiptarët, a ju ka dëmtuar politikisht kjo fotografi? Dhe a jeni penduar për këtë fotografi? Absolutisht jo. Ne deshëm ta sjellim ndryshimin, kishim shpresa, them, Vleni ishte shpresë e madhe për mua. Jo për mua, për qytetarët, për anëtarët e partive, për partit në Vlen. Dhe njoni, kur duheshte të shkrepet fotografia, ishim 4 kryetarët e partive dhe u vendos që të bëhet një fotografi me kryeministrin, faktikisht të paralajmërohet se është në ardhje qeveria e re. Akoma pa dalë zgjedhje. Po jo, mbas 3 ditëve ishin zgjedhjet, ne të premten e bëm fotografin, të dielën votoheshte. Pa u ditur rezultati, pa. Po lartë poshtë prej zgjedhjeve prezidenciale, priteshte që diferenca tjetë dikundi 20-30.000 vota. Minus jemi, kjo ishtë pritshmëria prej kretëve. Si ishim prezidenciale, ashtu praktikisht ishin edhe parlamentarët. Në prezidenciale ishte diferenca 36.000 vota, në parlamentarë ishte 30.000 vota. Në më tonë, 6.000 vota më e vogël u zvoglua. Kështu që asnjëri nuk e mirte guximin që ta bën atë fotografi, del në atë fotografi, kretë shifshin nga unë. Edhe unë tash s'ka problem, atë ditë e bëjmë fotografin, mbrëmje e kishim tubimin në Tetov, dhe pranova ta bëj, për as pak s'jam zhgënjy për atë, sepse ne nuk e mshefshim se ka tendenca që qeveria e ardhshme të jetë dieshte më VMRO se fiton, VMRO të jetë me Vlenin së bashku. Mirë po, a ishte e ndershme ajo çastje, zoti Taravari? Pse mos është e ndershme kur paralajmërohet një bashkëpunim të një partie e cila ka tendencë merr diku deri 100.000 vota. Domethënë 100.000 vota, BDI-ja ka hyrë në qeveri
prej 2002 deri 2020, janë zgjedhjet e fundit, para 2024, me 85.000, 90.000, 105.000, 103.000 vota, përveç 2014 ka pas 153.000 vota. Të gjitha zgjedhjet e kaluara, në të gjitha qeverit që ka hy BDI-a, ka hy me sasit votave të shqiptarve prej 85.000 deri 105.000. Ja, e kuptoj, po për mos më kthy te kjo çështja e legjitimitetit se është të diskutu, po çështja është se derisa gjithë ishin një zëri pohonin që BDI është e keqja, nuk ka pasaj sens logjik të tërhiqen paralelet krahasuese me këtë keqe. Nëse BDI-a pas ka hyrë me më pak vota, pse tash duhet krahasohet vleni? Sido që tjetë, jo me më pak vota, ka pas legitimitet, kërkush nuk e ka kontestuar. Po, edhe kjo ka qenë dobësi e partive opozitare që nuk kanë arritur të unifikohen. Vetëm se duhet edhe këtu, edhe pse është stërdiskutu për këtë. Shifni, Fronti Evropian kishte vota turqësh. Tash do t'i shifni lista sa do të marrë TDP-ja. Unë ju garantoj se dikun dhe jetë 20 deri 30.000 vota. Kishte parti bosnjake, kishte parti rome. Do më thënë, në total ti marish votat e etnive tjera, janë dikundi 25-30.000. Po ja leti e 20.000. Përsëri diferenca, nëse i hiqni 20.000, rom, bosnjake e turq, përsëri diferenca është 10.000 vota mes Frontit dhe Vlenit. Nuk ka zot keqe, për derisa ju në vetë në fillim të emisionit e pohuat që VMRO ju kanë ndihmuar në Gosivar. Prandaj, nëse ka qenë legjitime qeverisja në Gosivar në nivel lokal, pse mos tjetë edhe ndihma e votuesve tjerë. Tradicionalisht kështu ka qenë. Për shembull, 2017, sa për opinionin, VMRO-ja ka pas kandidat për kryetar komunën e Gostivar. Kurse Zaevi, LSDM-ja nuk kishte kandidat në rundin e parë. Prej rundin e parë e përkrahën Nevzat Bejtën. Do më thënë, LSDM, bashkë me BDI, duke qenë qeveri, edhe atë në kulmin e karierës Zaevit, unë dola kandidat, PDSH-ja kandidat, RDK-ja kandidat, VMRO-ja kandidat, tjetër kush kishte Besa kandidat, dhe u afru me Nevzatin rundin e parë me Bejtën, 450 vota, unë isha minus. Imaginoni, prej rundin e parë ka pas bashkëpunim mes një partije Macedonit dhe Shqiptare. PDI-s ka pas kandidat LSDM-ja. Kurse VMRO-ja ka pas 2021-shin, edhe VMRO-ja, sikur LSDM-ja, s'ka kandidu. Kështu bashkëpunime ka pasur dhe do të vazhdojë të ketë, dhe asgjë nuk është tragjike. Si do ta vlerësoni këtë qeverisjen e Vlenit prej kur keni dalë, me pak fjalë? Të djoni, edhe derisa kemi qenë edhe ne, si Aliancë për Shqiptarët. Mirë, po tani shqipni me sy më kritik. Fillimi ishte shumë shpresë dhënës. Them ishte shpresë e madhe. Unë i kam besuar atij projekti. Jo që kam hyrë veç, i kam besu se e sjellim ndryshimin dhe diçka të funksionojë më mirë se sa BDI-a për 20 vite. Shqiptarët vërtet kishin nevojë që të vijë një garnitur tjetër politike. Mos mbeten të njëjtat figura. Se edhe për BDI-n ishte mirë që shkojnë në opozit, e mirë që është në opozit. Ja reformohen, ja disa pastrojnë, ja disa u ikën. Bile e them tash, e kam thënë, Izet Megjiti u bë lavatriqja e BDI-s, duke qenë pushtet. Praktikisht ai arriti për 1 vjet e gjys, gjitha bandat edhe grupet kriminale të BDI-s t'i absorbon vetë. Me një farë mënyre i ndihmoj pjesërisht e them që BDI-ja të reformohet. O si do qoftë, në fillim ishte shumë shpresëdhënëse. Deri nga viti i ri, mendojshim se hajde buxheti vjetër, derisa të fillojnë punësimet, kontratat, njerëzve t'ju ndihmojmë, të ecim do projekte. Imagjinoni, kishte një shkollë, ja e tregoj për publikun asnjëherë se kam thënë, quhet një fshat Podgorc në Struk. Aty çdo herë drejtor ka qenë torbesh ose shqiptar. 95% e popullatës janë muslimanë. Herën e parë mbas 35 viteve, vendoset një ushtrues detyre, një Macedon, me tetuazha në tan trupin. Dhe na paraqiten kishin përkrahje të jashtëzakonshme atje, për njerëzve, në zgjedhjet parlamentare dhe prezidenciale. Imagjinoni unë dhe Izet Megjiti, si 2 bartës të Vlenit, 3 muaj e gjys jemi mundu, që sqarojmë, themi se nuk shkon se veç krymë revolt të njerëzit. Hajde, ta vendosim një. Kush do qoftë jetë shkolla, kolektivi le ta zgjedhen. Paramendon një punë kështu të vogël të imët, sepse iriton, provokon atje.
Atje kryon veç shkryshin njerëzit, pra në shaporosi, as që vjen turp, a ky ishte ndryshimi që e premtut, a s'mundeni një drejtor në shkollë, më një fshat. 3 muaj e gjys me kryeministër, me ministër të arsimit, me komision kadrovik, me parti, me mbledhje. Do me thonë, zëvec kryeministri i parë, së bashku me një ministër shëndetësisë, kanë qenë të pafuqishëm. Prej Washingtoni isha atjer për inaugurimin e presidentit Trump. Për të ndryshuar një drejtor shkolle me një fshat në rrugë. Po 3 muaj e gjys na duheshte, ja pyet, 3 muaj e gjys na duheshte derisa u ndryshu drejtori i shkollës, ne harxheshim energji në situata të panevojshme, që mund zgjidhet me një fjalë, të kuptohet. Prandaj them, në qeveri duhet të ketë reciprocitet dhe partneritet. Do të thonë, një farë respekti të ndërsjellët mes partnerëve të koalicionit. VMRO-ja të Macedonasit ekzistonte ai frustrimi që u krijua në 2 vitet e fundit të qeverive Kovacevski Ahmeti. Se shqiptarët e kanë marrë pushtetin, shqiptarët e kanë marrë institucionet, shqiptarët dominojnë, shqiptarët i kontrollojnë bizneset, dhe kjo ishte një farë revanshizmi, bile njeri kam thënë edhe kryeministrit, kështu si na trajton, ma mirë ta mirë BDI-n, të harxojsh tamam si duhet, se sa që jemi ne në qeveri, dhe dal nga dal ne jemi pak pik kredibilitetit e njerëz. Jemi duke hup kredibilitetin. A kështu në këtë kontekst i keni thonë zoti Mickovci, sepse pastaj kjo u interpretua se ju keni kërkuar që të tërhiqet vleni dhe të kthehet BDI-ja. I kam thënë, në qoftë se kështu trajtohet një partner koalicioni, ju duheshte ta merrni BDI në qeveri, kështu do e harxojshit BDI-n, se sa ne jemi në qeveri dhe nuk jemi duke mund të ndihmojmë njerëzve, aktivistëve, nuk jemi të realizu projekte, asgjë prej premtimeve nuk bëjmë. Jemi duke u totalisht kredibilitetin. Okej, ju po më herët ju pyetjen e dëgjuat sigurisht, po përgjigje nuk e mora që a e shihni Arben Fetajin dhe Bekim Çoku si lider të vlenit. Dëgjoni, tash cilin e zgjedhin ato kryetar, kjo është vendimi aty. Jo, si lider, do më thonë bashkë me Bilal Kasamin, Izet Mexhidit, si 4 lider të koalicionit. Zekeria Ibrahimi. Unë mendoj se vleni është në proces të zhbërjes. Edhe derisa isha unë, derisa ishim ne si aleancë, e di si funksiononte. E di Arben Fetaj çfarë më thoshte, si insistonte se kjo zbëhet, kjo nuk funksionon, kjo është keq. Arben Fetajin do ta shohim tash Likov, gëzohem që e ka kandidatin e vetë për kryetar komune. Unë e respektoj shumë zotrin e Zhbedin Sadikut, ta shohim sa vota do të merë. Këtu do të shihet sa peshon politikisht. Po pastaj do të flasim edhe për prognozën. Edhe për Bekim Çokun do ta shohim zgjedhje si do të del rezultati, edhe për Azir Aliun, edhe për Izetin, edhe për Bilalin. Normalisht disa prej këtyre direkt dalin zgjedhje, disa kanë përfaqësues të tyre. Mendoj se zgjedhjet lokale do të determinojnë rëndësin politike të çdo politikani, a cilin do ta zgjedhin ajo është puna e atyre, po unë mendoj se vlen këtë ma kanë thënë edhe plot politikan duro deri në zgjedhje lokale, se mbas zgjedhjeve lokale nuk ka më vlen. Dhe unë ju garantoj me përgjegjësi plot se mbas zgjedhjeve lokale vlen nuk do të ekziston si formacion i këtill. Domethënë aty pesh politike praktikisht kanë Bilali edhe Izeti. Realisht pse kanë kontroll Bilali 2 komuna, Zhilinë dhe Tetovën, dhe Izeti Çairi. Në qoftë se i humbin këto komuna, unë mendoj se çdo parti politike bazën e ka te qeverisja lokale. Lokal, po. Si qëndron sot aleanca për shqiptarët? Dhe nëse tashmë ne konstatuam vetë se ka ndryshuar për gjatë viteve. Dhe kë e shqip një faktorin kryesor për këtë gjendje në cilën është katandisur Aleanca për Shqiptarët, një parti serioze për cilën ju vetë pohuat, por edhe publiku e din që ka qenë oponenti kryesor i Bashkimit Demokratik për Integrim. Përsëri Aleanca për Shqiptarët është oponenti kryesor i BDI-s. Sa aleanca së di kemi zoti Taravari? Ska Aleanca, Ziadin Sela, ju e dini se ka themeluar një parti e cila quhet Zani i Ardhnit. Në qoftë se Zani, Lidhja Shqiptare. Merrni anketat, shifni. Diferenca mes Aleancës për Shqiptarët dhe grupit të Ziadin Selës është 5-1, 6-1. Grupi Arben Fetaj? Shifni, Ziadin Sela ka qenë ish kryetar i partisë për 2 mandate, ka pas ndikim dhe ajo ishte thyerje vitin e kaluar. Arben Fetaj
zjeni nesër në opozit, nuk ngi mbledh as 50 njerëz, ju garantoj. Arben Fetaj ta shtiret në ministrit që i ka, në disa punësime që u premton njerëzve, dhe 15 drejtora që i ka mbet prej aliansës, me cilën me gjysmën e atyre janë komunikim të rregullt ato me mua. Kështu që, dëgjoni, në qoftë se mundohesh të jesh si u thetjes demokrat, disa edhe e keqpërdorin atë. Me siguri që kryetari i partisë nuk don ta dëmtojë partinë. Po kush e dëmton? Njerëzve që ju jep hapësirë. Unë e Arben Fetaut i kam besu, i kam dhënë hapësirë kryetarit të kuvendit, e kam thirrë që e kam bërë pjesë e partisë 2018. E kam thirrë prej Belgjike, është e vërtet prej Brukseli, që të vihet bëhet zëvendës kryeministër, dhe në fund ta shef më të arsyeshme që për 4-5 muaj, për të qenë edhe 4-5 muaj zëvendës kryeministër, është mundu vetëm, se kjo ka qenë gërvishtje, realisht nuk ka bën ndonjë dëm të aliansës, përveç që ka ngrit shumë plur mediatik, se ja ky, ja ai. Imagjinoni një televizion nacional këtu, kur një antar i thjesht i një nëndeg jep doreki, ato nesër me në thirin një intervist për t'i marrë intervist pse jeni largu prej aliansës, çfarë është bë. Do të më shumë për cilëson si zhurmë mediatike se sa diçka një dëm të vërtetë. Shifni, për të qenë me një pozicion, kryetar komune, ministër, drejtor, duhet të kesh përkraje prej qytetarit. Arben Fetau dhe grupi i Arben Fetau tash duhet dalin, të kërkojnë përkraje, kanë kandidat në Gostivar, në Vrapqish dhe në Likov. I shohin edhe në Shkupa. Jo, Shkup s'kan. Po, e kanë Bashkim Bakiu. Po, qytet Shkupit. Nëse ajo është më komunë më e madhe ku votojnë. Po, por e shohim në Likov, Vrapqish dhe Gostivar. Rezultatet në këto 3 komuna, edhe të listave për këshilltar, edhe pse bashkë janë në vlen, edhe të kandidatëve për kryetar, do dëshmojnë fuqinë. Po do dëshmojnë. Nesër askush nuk e mban as Arben Fetaun, as Arben Taravarin, as Izet Megjitin, në qoftë se nuk ka rezultate. Është patjetërsueshme që të kesh përkraje qytetare, përkraje popullore, për të mbajtur një pozicion. Domethënë, koltuku nuk i takon njeriu që nuk ka përkraje. Nga kjo apo paralajmëroni zgjedhjet parakohshme parlamentare që duhet të ketë? Shumë varet prej rezultateve të zgjedhjeve të 19 tetorit. Unë mendoj se raporti do të jetë 2-1 ose mbi 2-1, po përsëri sovrani është ai që vendos në ditën e zgjedhjeve. Unë i tregoj anketat që më afrohen, që i bëjmë parti të ndryshme, që i këmbejmë mes veti, edhe ne kemi bërë anketa si parti, për komunat ku garojnë kandidatët tonë, me sa e shoh, disponimi është i mirë. Po përsëri sovrani në 19 tetor. Për zgjedhjet lokale saktësisht për secilën komunë veçe dhe ju ku garoni me kandidatët tuaj. Por kush ishte ndërmjetësuesi që ju pajtoi me Ali Ahmetin? Maqedonia është shtet i vogël. Ka njerëz të cilët komunikojnë edhe me mua, komunikojnë edhe me Aliun, edhe me Ziadinin, edhe me Arben Fetajin, edhe me Izetin, edhe me Afrim Gashin, edhe me Bekim Qokun. Një person i tillë ka qenë iniciator që uleni pini nga një kafe, bisedoni. Prakisht ka pas një bisedë telefonike, dhe mbas asaj ka pas një takim. Kush është ky person? Po, nuk është me rëndësi, unë mendoj se është pa rëndësishme, po është person prej Maqedonie këtu që nga bota e biznesit. Njeri, ja, biznesit, është njeri që punon në një institucion. Dakor. Ju mund të keni më shumë persona ose figura që respektoni për brenda BDI-s, por cilin do ta veçonit, me cilin keni raporte më të afërta në BDI? Dëgjoni, ne kemi qenë kundërshtar politik me BDI-n. Këto zgjedhje do të ketë një farë përkraje të ndërsjellë në Aleancën Kombëtare. Me disa persona të BDI-s edhe kemi pas raporte korekte, edhe pse kemi qenë kundërshtar. Për shembull, unë do të përmend me Fatmir Deharin. Ai ka qenë kryetari i Kërçovës, unë kam qenë kryetari i Komunës së Gostivarit, kemi pas raporte korekte. Do të nuk kemi komuniku vazhdimisht, por kur ka pas diçka që është desh të bisedojmë, kemi bisedu së bashku. Kryetari i Komunës së Araqinës 2021-shin është zgjedhur Ridvani. Kam pas respekt si njeri
shumë korekt. Edhe Faton Ahmeti më duket një person korekt brenda BDI-s. Kështu që këto janë 2-3 persona që ka pas një farë komunikimi. Unë Faton Ahmetin se kam njeh, po babën e Faton Ahmetit e kam pas shok, ka qenë neurologu i parë shqiptar në Maqedoni, Dr. Sulejmani Ndjer tash, dhe një mik i jashtëzakonshëm i imi, a Fatonin e kam njoftu tash para 4-5 muajsh. Dakor. Pse mendoni që në deklaratat tuaja publike që janë të publikuar, keni deklaruar që Vleni është partneri ideal i Mickovskit, duke marrë për bazë edhe përvojën tuaj të hidhur të bashkëqeverisjes me 2 palët, do thotë edhe me Vlenin për brenda Vlenit, por edhe në raport me Mickovskin si pjesëtar të qeverisë. Pse mendoni dhe pse keni konstatuar kështu që Vleni janë partneri ideal ashtu siç e kërkon Mickovski? Dëgjoni, pa dyshim që shihni zhvillimet. Mickovski është duke bërë betejë më shumë për Vlenin se sa Vleni për vete. Ky është fakti pa mohueshëm. Në qoftë se Mickovskin e pyesni çfarë i duhet këto vitet e ardhshme, ju garantoj se u thot Vleni, kështu si është, i paqetum, edhe 2 opozita maqedone se kështu si është. Këto 2 faktorë. Këto janë çështje dëshirash, po. Rregull. Ajde mundohet të kultivon dhe ta mban këtë, se nuk do kishte them kështu kombinim më i mirë se Vleni për Mickovskin për qeverisjen e ardhshme 4-5-6 vjeçare sa do ta ketë ai si kryeminist. Dhe unë mendoj, edhe unë t'jem në vend të Mickovskit, kisha bërë çmos që këtë formacion politik ta kem partner. Mirë. Tani vendi do thotë jemi në prag të zgjedhjeve lokale, kanë ngelur edhe çështje orësh derisa të fillojë zyrtarisht fushata, edhe pse para fushata për zgjedhjet lokale ka filluar shumë më herët. A jeni gati, zoti Taravari, për të futur saktësisht në këtë fushat dhe për dalë fitues në këto zgjedhje lokale? Mbas nesër 3 javë në Maqedoni votohet. Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, ka pas një periudhë para fushate. Normalisht edhe ne jemi munduar si parti politike të konsolidohemi, të afrojmë disa njerëz të ri, të pregaditemi në gjitha komunat, e posaçërisht në komunat ku i kemi kandidatët tonë për kryetar komunësh. Unë besoj se jemi të konsoliduar relativisht mirë. Dëgjoni, ti thuj strukturës partijake, edhe njeriu, një aktivisti të rëndom, ti thuj ne dalim prej qeverie, dalim në opozit, është shumë vështirë. Ti thuj një ministrit, sa vend ministrit, e ke... Akoma po, akoma du mirë. Po jo, shumë vështirë o sistem. Ne numrojmë 2-3 raste që ka ndodhur largim. Unë e kam thënë, sakrificat që e kam bë me largimin, me më pyet personalisht, vetëm unë si Arben, ma mirë rri aty si minister, hesht, pranoj çdo gjë, kështu si pranojnë partitë e Vlenit tash, që e legohen, do kalojnë edhe këto zgjedhje, por tendencat ishin të këqija. Dhe ishte vështirë për partin, për antarësin, të thuish ne shkojmë në opozit. E dini si, problem është, shumica e shqiptarëve duan pushtetin. E duan pushtetin, kjo është fakti pa mohueshëm. Por unë jam shumë faleminderues antarësisë, pjesës dërmuese, 90% të antarësisë që kanë qëndru, janë përballuar me këtë, ka qenë sfidë e vështirë, e kanë qëndru këtë situatë, përsëri janë shumë aktiv në pregaditjet për zgjedhjet lokale, dhe pa dyshim se do të kemi rezultat jashtëzakonshëm dhe rezultat të mirë, me marrjen shpresoj të 4 komunave nën qeverisje, unë mendoj se Alianca për Shqiptarët do të ketë tendenca për të qenë në vitet e ardhshme, se jo edhe faktori kryesor politik në kampin politik shqiptar. Alianca për Shqiptarët, nga insistimi i pa kompromist me Vlenin për listat të veçanta, përfundoi në listat të përbashkëta me Aleancën Kombëtare për Integrim. Si e shpjegoni zoti Taravari këtë situatë? Abedin, unë të tregoj kështu, në takimin kur kemi vendosur që definitivisht bashkëpunojmë me Ali Ahmetin, ajo është dikundi nga fundi i majit, qëndrimi im personal ka qenë dalim me listat tonat veçanta. Kjo është 15 maj dolëm prej qeverie, do më thënë nga
fundi i majit dikundi, fillimi i qershorit, insistimi im ka qenë dalim me listat veçanta. Dua të tregoj edhe këtë, edhe në kuadër të Vlenit, kur ishim, deputetët më kërkun mandat në kryesi të partisë, dhe këtë e dinë antarët e kryesisë partisë, po edhe kryetarët e degëve, më kërkun mandat që deputetët vetë të koordinohen për ndarjen e pushtetit lokal. Dhe erdhen me ofertë deputetët tonë, në kryesi qendrore, atëre kishin edhe Salimin Sulejmanin Hoxhën, ambasadorin, edhe Mimozën Musën, erdhen me ofertë, tanë pa tjetër shkoj me listat përbashkëta. To është në rregull, unë va kom dhënë mandatin, ju jeni marrë për vesh për listat përbashkëta, u kry puna, e pranojmë edhe atë. E te kaloj. Edhe me BDI-n, unë kam insistuar në listat veçanta. Por analiza këto çështja kanë qenë jo publike, sepse me audiencën ajo çfarë është nda një vendim i prerë i strukturës Aleancës Bashkëkombëtare që kategorikisht janë kundër me shku me listat të përbashkëta me Vlenin. Deputetët e dinë edhe antarët e kryesisë e dinë se ne me një moment e pranuam atë në fund, kur ishte momenti për të nda, për të nda, për dalë ishte vetëm shkas apo pretekst? Jo, unë mendojsha se ma mirë dalim, nxjerrim çaq vota sa kemi, 35-40.000. Edhe për me u pas se cila ku qëndron. Po jo, ajo është punë e pastër. Askush s'mund thote se kur je koalicion 5-6 parti, krejt tiren 107.000 vota, në qoftë se i pyet një alternativa i ka 50.000, 20 me gjeti i ka 55.000. Denim mbi 107. Besa ka dalim 500.000 vota. Kështu që ma mirë kur del vet, edhe i shef, se çdo dek kur shkon, çdo kushtot ne kemi kaq vota. Urdhoni që ku i ke listat e përbashkëta, listat e veçanta, urdhno, garo, nxjerr vota. Pastaj meritokracia është në parti. Cila dek bën rezultat më të mirë, e din spaku cilën dek duhet të avansosh, ku duhet ti japish pozicionet personave të cilët i udhëheqin ato dek. Po në ndërkohë, insistimi... Se po duket se kjo, në fakt në një bashkëpunim ju paraprakisht deklaru që për hir të bashkëpunimit keni sakrifiku. E tash këtë moment që ju po e përmendni që me dalë dhe me umat, me pas se kush sa peshon, kjo mbase është një veprem që nuk i shërben një bashkëpunimit frytshëm. Jo, kandidaturat ishte padyshim që i nxjerrim çdo partit, kjo ishte padyshim. Për kraje të ndërsjellë. Ta man puna me nxjerrë edhe kandidatët veçmas, atër mos ka koalicion, se quhet koalicion. Abedin, kishte një moment këtë ta them dikundi fundi shkurtit, Zotri Bekim Qoku, se unë insistosha për listë. Po. Zotri Bekim Qoku më tha, pse s'del ti edhe me kandidat veçant, edhe me listat veçanta, ne do jemi bashkë krejt. Thash sibe, kështu mendoni se unë krejt i kam mendu, po se kam mendu që kandidaturat të kemi të veçanta. Po, kjo nuk ka kuptim. Atër ku është kuptimi i ekzistimit të koalicionimit. Bile ka pas insistim të kryeministri, para se të dalim prej qeverie, rriti si partije veçan në qeveri, këto tjerit le t'jem veç. Edhe kryeministri e ka thënë, edhe me anketat unë që i bëj, gjysma e Vlenit është Aleanca për Shqiptarët. Këtë ma ka thënë personalisht, unë e them publikisht. Le den, le ta mohon. Edhe në anketat që i ka bë Bashkim Bakiu, që ka insistu një prej bashkëpunëtorëve të afër, ish bashkëpunëtorëve, që ka insistu se mirë është të bashkëpunohet me BDI-n, po edhe Azir Aliu, tash ministër, i cili ka insistu që sa më shpejt ne duhet dalim prej Vlenit, se kjo është disfunksionale. Dhe për këtë është dëshmitare dhe deputeti Ali Snop që të i cili me ngulm ka insistu, sa më shpejt duhet të largohemi prej Vlenit. Jemi duke u dëmtu, dhe sot i ke kandidat njerëz të cilët thojnë ne nuk mundemi bashkë me BDI-n. Ose Necbedin Sadiku, kandidati Lekovës, ka erdhur në zyrë të unë ministri, ka thënë unë mund të jem kandidat i pranueshëm edhe për BDI-n edhe për Aleancën për Shqiptarët, për komunën e Lekovës. Ose Omer Ajdinin, që doli para disa ditësh. Publikisht. Me një restoran me 2 shokë të ati jemi ullë në Shkup, para se të ndodhe ndarja, e ka pranu që kishte dalë si kandidati përbashkët me BDI-n, këtë e kandidat. Omer Ajdini e tha të kundërtën, tha më ka ofruar zotit Arabari këtë ofertë, madje edhe të falenderoj publikisht që ju keni qenë korrekt ndaj tij në këtë segment, me çka deklaroi tha se unë nuk e pranova këtë gjë sepse nuk kishte kuptim dalë para familjes së Rexhail Qerimit e të kërkojë kur ka ndodhur rasti Rexhail Qerimit, nën kryetari BDI-s ka qenë Izet Mexhiti. Izet Mexhiti ka mund të thotë gjysmë fjalë për Rexhail Qerimin.
Omer Ajdini, para meje dhe para dy shokëve të ati, në fillim e ka pranu, edhe unë kam insistu për Nedimin, një djalosh prej Bogovine, nuk në ra komune, për Bleranti, për Omerin. Tek Omer Ajdini, pse nuk përfundoi ky proces? Mbas një jave e kishte ndru menden, erdi, tha unë zbëhem me votat e BDI-s. Thash atër Omer mund dalish vetë në zgjedhje, i pavarur, ose dalim si aliancë me një kandidatur. Mbas një javësh e kishte ndru menden, tha unë s'dua të zgjidhem me votat e BDI-s. Thash atër mundemi vetë dalim si kandidat e aliancës, miremi vesh, ose ti si i pavarur për një komune dhe mund të bëjmë kompromis të themi BDI-s, kështu këtu, ne do dalim vetë. Atër nuk e pranoj. Po në fillim, ka pas moment që ka thënë që në rregull e mendojmë, bisedojmë. Do thot, po i prej likove, po i potenconi dy figura, pra dhe kandidatin aktual në Xhmedin Sadiku që ka qenë dakord me shku edhe me BDI. Jo që ka qenë dakord, ka pas mbledhje të degës Likovës, ku ai ka bisedu, se më kanë tregu edhe proces verbali, ka thënë e përshëndes këtë iniciativë të bashkëpunimit, ide e mirë, pas ne ka erë të unë zyrë, në ministri, unë kam qenë ministri i shëndetësisë, e më ka thënë se mund të jem si kandidat i pranueshëm edhe për BDI-n, edhe për aliancën, për dalë si kandidature për bashkët, në qoftë se bëhet bashkëpunimi për përkraje të ndërsjellë. Po si do të qoftë, unë duhet të tregoj disa individ, disa persona që sot bëhen anti-BDI, nga ana tjetër servilosen deri në servilosen maksimalisht para VMRO-s, edhe nuk e mendojnë se me këtë pushtet qendror, edhe në qoftë se humben kompetencat edhe në pushtetin lokal me dominim të VMRO-s, ne praktikisht për 10 vitet e ardhshme do të jemi hyzmeqar të një partie maqedonase, sepse këto zgjedhje janë udhkryq. A do t'i determinon politikat shqiptare një qendër maqedonase, apo një parti politike maqedonase, apo shqiptarët do të kenë politika autonome të veten, pavarësisht cila parti do të fiton në zgjedhje. Kë e shihni një shpëtimtar të shqiptarëve, aleancën kombëtare për integrim? Për momentin unë mendoj se është zgjidhja e vetme që këto zgjedhje t'i dërgohet një porosi Trimickovskit, ti thuhet vleni tashmë nuk është 107 vota, shembull është 60-70.000, ose sa do dalë. Ne shohim, sovrani na tregon. Edhe Aleanca Kombëtare, unë e di sigurisht që mbas zgjedhjeve neve na duhen edhe disa parti, po vleni nuk do ekziston. Ne duhet dalë ngadalë edhe ato njerëz të afrojmë. Edhe të bëhet një aleancë sa më e madhe kombëtare, që në zgjedhjet e ardhshme, kur do qoftë jenë ato parlamentare, të ketë një numër të konsiderueshëm të deputetëve shqiptar, të cilët si prioritet, top prioritet do të kenë fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe eventualisht Maqedonia dhe Shqipëria së bashku të fillojnë negociatat me Bashkimin Evropian. Kjo do të ishte ideale. A është betejë më e madhe e jetës suaj politike tani Gostivari në këtë zgjedhje? Me sa i shoh disponimin dhe anketat, Valboni qëndron shumë mirë. Ka qeverisë me Gostivarin 1 vjet e disa muaj në mënyrë perfekte dhe besoj se me shumë gjasa Valboni kalon prej raundin e parë dhe do të vazhdojë ta qeverisën e 4 vitet e ardhshme. Gëzohem që është gjenerate e re politikanëve. Unë e kam thënë fazën e fundit të angazhimit tim politik, dua që të shoh instalim i politikanëve të ri si Bleranti, si Valboni, si Nazimi, si Nedim Izairi në Bogovin, vije keq kjo që ndodh me Omerin, e kështu persona plot kemi, të cilët mendojsha që t'jenë kryetar të ardhshëm dhe tregojmë se kjo gjenerat duhet të udhëheq më tutje me shqiptarët e Maqedonisë. Të gjithë kanë kualitetet të jashtëzakonshme. Çështja pak Omeri ishte më e komplikuar sepse në të njëjtën kohë keni ofruar Omer Ajdinit kryetar komunën, ndërkohë keni pritur mysafir në Xhmedin Sadiku në zyrë për të njëjtën çështje dhe për të njëjtën pozitë. Jo, i kam afruar. Po duket pak komplekse që kemi parë, sepse janë 2 persona prej të njëjtës komunë, me njërin keni biseduar në kafenet, tjetrin e keni pritur në zyre. Duket pak e koklavitur. Edhe në kongres të partisë e kam thënë që të isha njeri më i lumtur, në qoftë se në zgjedhjet lokale kemi Omerin, Nedimin,
Blerantin, Valbonin, kandidat për kryetar komunash, si gjenerat e re, edhe në kuvend të forumit të rinor, që është mbajt në fshatin Mateq, njëjtën e kam thënë, dhe publikisht e kam thënë këtë, atë unë në ministri kanë erë plot eksponent partijak. Një prej atyre ka qenë edhe Nexhbedin Sadiku, që me drejt ka shpreh një interes se mund tjetë si kandidat i pranuar edhe për BDI-n, edhe për Aleancë për Shqiptarët, sepse është antari jonë, po ka përkraje edhe për BDI-s, kështu ma ka thënë, për Omerin, në më thënë, e kam thënë publikisht, jo se të mësonte, e kam thënë Kongres Partis, edhe në themelimin e forumit rinor në fshatin Mateq. Dhe kam qëndur edhe Nexhbedinit, ja kam thënë të njëjtën. Se unë Omerit, gjysmë fjali i kam thënë edhe publikisht, edhe pa mos bisedu me Omerin, zbëhet kjo punë. Dakord. Cila prej komunave aktuale është prioriteti juaj, pra në këtë rast si Aleancë për Shqiptarët, cilin komunë e shihni si prioritare? Unë me sa i shoh anketat them në Gostivari dhe në Vrapçisht deri tash. Deri para 4-5 ditë që i kam marrë anketat, Aleanca Kombëtare me Vlenin është gati më shumë se 3-1. Edhe në Vrapçisht dhe në Gostivar. Në Saraj tashmë Bleranti është në një diferencë 2-1. Spaku anketat që i bën agencioni. Në Tearc jemi pak para, po diferenca nuk është shumë e madhe. Unë besoj se këto ditë tash me fushat do të thellohet diferenca edhe në Tearc. Po, edhe në Tearc jemi në epërsi. Kështu që ka gjasa reale, po përsëri sovrani e vendos, qytetari e vendos në 19 tetor, dhe besoj se doja dalim që Aleanca për Shqiptarët në të ardhmen të ketë 3 deputete, 4 komuna. Ambicie, kogja të larta. Ju garoni sigurisht për t'i fitu gjitha komuna, ngjajshëm sikurse ju edhe oponentët tuaj, por kjo edhe praktikisht edhe logikisht është e pamundur. Absolut. Me sa komuna do ta konsideronit si sukses përfundimin e këtyre zgjedhjeve lokale? Me sa komuna që do të Unë pres rundin e parë në 6-7 komuna të mbarojnë në raundin e parë të zgjedhjeve. Për shembull, Likov pres në raundin e parë të kryet. Në Araqin me sa e di janë 2 kandidatë. Në Likov çfarë prognoze keni për rezultate, si në bazë të anketave dhe në bazë të anketave lëvizjeve tuaja në teren? Erkan Arifi me sa i shoh anketat dominon absolutisht. Përsëri them sikur Gostivari dhe Vrapçishta edhe atje është më shumë se 3-1. Ama prap sovrani vendos. Çdo e mund të ketë befasi. Në Saraj, Bleranti ka tashmë diferencë të madhe, po përsëri them, ka edhe 3 javë fushat. Prap qytetari në 19 tetor vendos. Bogovin janë 2 kandidatë. Nazimi është në epërsi tash për tash, po përsëri ka fushat edhe 3 javë. Duhet ta thelloje diferencë sa më të madhe. Në Bogovin janë 2 kandidatë. Po, këto vetë. Patjetër zgjidhet. Përsëri e shoh se në epërsi të madhe është besniku ndaj kundër kandidatit të Vlenit. Në Vrapçisht mbi 3-1 është. Në Gostivar mbi 3-1 është ndaj kandidatit të Vlenit. Po përsëri nuk Si qëndron puna në Çajer, zotit Aravari? Unë me anketat që i shoh, unë e shoh që Bujari është në epërsi. Edhe vetë fushatën në qoftë se e ndjekni të zotit Mexhitit, premtimet që zbohen edhe 50 vitet e ardhshme. Domethënë premtime, kështu që janë sikur në një magjistari, se jo se një kryetar komune që ka qenë 3 mandate, aty ka mund shumë të bëhe për Çajirin. Fatkeqësisht sot Çajiri është një geto me plot paregullsi në urbanizëm sidomos, plot edhe prej atyre janë denoncu, kështu që përsëri sovrani vendos, unë mendoj se do vijë ndryshimi në Çajir mbas 20 vit të qeverisje të zotit Mexhitit. Në Tetov si qëndron gjendja? Edhe aty është beti tem kështu aty. Përsëri qytetari duhet 19 tetor, unë jam optimist se Bajrami duhet t'i fiton zgjedhjet. Po përsëri sovrani vendos, mos prejudikojmë. Po me anketa janë shumë afër. Ne po në realitet po dëgjojmë vetëm prognozat tuaj si faktor dhe pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim. Si çndron puna në Struk, zotit Aravari? Unë mendoj se kandidati i Aleancës Kombëtare se njoh personalisht, po me çdo kënd që flas superlativ fjalë, një urolog, mjek, që premton shumë edhe besoj se edhe aty do të jetë diferencë edhe prej raundin e parë.
me sa e shoh zotri Mendiqira më shumë është mbështet të VMRO-ja se sa të Vleni, po e shohim, prapë zgjedhjet do të tregojnë. Kërçova? Kërçova do të jetë garë mes shqiptarit dhe një kandidati shqiptar dhe një kandidati Macedonas në raundin e dytë. Në raundin e parë do të shkojë Macedonasi, kandidati, dhe një shqiptar. Domethënë, ai shqiptar që kalon, unë mendoj se është Fatmir Deari, ashtu duket në anketa, po prapë them, e shohim aty betejë në raundin e dytë do të jetë mes një shqiptari dhe mes një Macedonasi. Besoj se do të ketë solidarizim nga të dy anët. Macedonasi do të insistojnë ta rikthejnë Kërçovën, kurse shqiptarët ta vazhdojnë qeverisin në Kërçovë. Në nivel vendi, si mendon se do të jetë diferenca në vota mes AKI-s, pra Aleancës Kombëtare për Integrim dhe Vlenit? Unë e thash në fillim se dikundi pres diçka më shumë se 2-1. Diferenca në numrin e listave për këshilltar. Aty shifet çdo parti sa përkrah, çdo koalicion sa peshon. Unë pres dikundi 130-40.000 me dikundi 60.000, maksimum 50-60.000. Po, përsëri them, këto janë veç prognoza dhe anketat të cilet i bëjmë, qytetari vendos, qytetari voton, 19 tetora e thot fjalën e fundit. A është kompakte Aleanca Kombëtare për Integrim? Si janë raportet për brenda këtij koalicioni mes partive përbërëse? Shifni, raporte janë, këtu ka bashkëpunim për ndihmë të ndërsjellët. Domethënë, duhet aktivistët tonë të ndihmojnë në komunat ku ka kandidat Fronti Evropian dhe reciproke. Ku kemi kandidat ne, të na ndihmon antarësia e Frontit Evropian. Besoj se do të rezulton tash për tash, kur shëtit në hapje të shtabeve dhe kur shkon në teren, ka një bashkëpunim korrekt. Mos jemi shumë optimist si kur para një vit e gjysëm, kur isha i fascinum në mënyrën si bashkëpunonim ne të gjithë në Vlen, dhe për një vjet u zhgënjyem, prandaj hajde të jemi të rezervum. Ne, si parti politike, jemi duke u munduar të japim maksimumin ton në çdo komunë ku garojnë kandidatët e Aleancës Kombëtare, pavarësisht kandidati i cilës parti është. As na duhet ndonjë dashuri mes nesh apo ndonjë afërsi e tepërt. Na duhet një komunikim. Jo, për me qenë bashkëpunimi i frytshëm duhet me pas edhe mirë kuptim. Tash për tash ne duhet kemi komunikim korrekt kemi. A ka komunikim brenda gjithë liderëve që përbën këtë koalicion? Ka komunikim, nuk kemi komunikim tash për tash, unë edhe Ziadini, po pavarësisht asaj, antarësia jon aty ku ka kandidat Ziadin Sela, ne do të ndihmojmë pa rezervë. Po. Ai në qoftë se don le të ndihmohet ku kemi ne kandidat. E keni lënë çështje dëshire. Zoti Taravari, unë paraprakisht kur ju pyeta që a jeni pendu, që ja keni shtri dorën Mickovskit dhe fotografinë e famshme, i deklaruat kategorikisht që nuk keni pendu fare. Absolutisht përsëri. Me që nuk ka qenë e vështirë, nuk ka qenë gabim me ja shtri dorën Mickovskit. Tani a e vlerësoni që është gabim me ja shtri dorën zoti Sela? Në këtë moment politik cilin jeni? As pak, unë nuk kom në një armitësi, unë e kam thënë edhe ma para. Bile në asë një moment, unë nuk kam thënë një fjalë fyese për zotri Selën, që nuk ka qenë e kundërta. Zotri Sela s'ka pas fjalë që se ka thënë për mua. Po pavarësisht asaj, momente politike, unë kundërshtar politik kryesore kam pas zotri Ahmetin. Me atë kemi bërë betejat politike. Kështu që as pak një përshëndetje nuk do thot miqësi. Buka mes nesh është shtyher, dhe kjo është fakti pa mohueshëm, por bashkëpunime të caktuara në politik është edhe domosdoshmëri të kesh. Kështu që kur mund shtrim dorën me çdo politikan Maqedonas, pse mundemi me ndonjë shqiptar, dhe sot e kësaj dite edhe nesër të mëtoni ja ulesh me Izet Mexhitin edhe me Bilal Kasamin me kënaqësi, ulem, bisedoj, se janë momente të caktuara të cilet mund të vinë pas zgjedhjeve, që shqiptarët duhet të jenë përsëri bashkë. Nuk e kam as pak me Arben Fetajin ose me ndonjërin, nuk e kemi vra njëri tjetrin, ose nuk kemi bënë diçka që duhet leje pasoja ke njëri ose tjetri. A do ta lini politikën për të kthyer në profesionin tuaj të parë? Unë vazhdoj të punoj si mjek, asnjëherë se kam dalë punën time si mjek, edhe sot isha në klinikën ku ligjeroj, vazhdoj me ligjeratat, vazhdoj me provimet me studentët, do të vazhdoj profesionin tim. Një gjë e di sigurt se pozicion politik apo kështu të them
ministër, drejtor, kryetar komune, pozit politike, nuk e kam plan të marrë më. Për mu, 2 herë isha ministër shëndetësie, 2 herë isha kryetar komune, për mu kam mbaruar, por do të mundohem që njerëz sa më taft, sikur që i kemi kandidatët për kryetar komunësh, ashtu edhe pozicionet e ministrave, të krijosh teren. Të jenë njerëz, edhe pse edhe si ministra, edhe zavendës ministra, i kishim shkëlqyeshëm. Duke nisë prej Arben Fetaut, deri te Flakron Bexheti, Elfete Ismaili, ministrat e zavendës ministrat, pavarësisht se s'flasim tash me Arben Fetau, edhe si jemi takuar, po mendoj si cilësi, e ka merituar pozicion. Si karakter është punë tjetër. Kjo është qosje shumë korrekte. Me që jemi në minutat e fundit dhe jemi në prag të zgjedhjeve lokale, cili do t'jetë një mesazh që do t'ja kishte drejtuar qytetarëve nga ekrani televizionit shenja? Unë e shoh që ka tendenca që të suprimohet dalja e qytetarit shqiptar për të votuar. Unë i kisha inkuraju qytetarët që këto zgjedhje duhet të jenë plebiscit, jo referendum, dikush thot referendum, plebiscit kombëtar. Prandaj, pavarësisht cilën duan të votojnë, po duhet dalin të votojnë, nuk duhet të lejojmë që në disa komuna shqiptare mos ketë cenzus, ose mos ketë dalshmëri. Kjo u konvonon vetëm bashkëqytetarëve tonë Maqedonas, nuk them kundërshtarëve tonë. Prandaj, dua që mos hynë dhe mos çelim fronte me njëri tjetrin, se mbas 19 tetorit jeta vazhdon, të gjithë duhet të ulemi pavarësisht cilës parti politike, të ulemi të pim nga një kafe, të bisedojmë, përsërit planifikojmë ardhmërinë si do ta kemi, sepse këtu jetojmë së bashku. S'kisha dashur që të ketë incidente, edhe uroj që zgjedhjet të jenë fair dhe demokratike, prandaj 19 tetor të vishemi bukur, t'i marrim familjarët tonë, në bazë të bindjes të dalim dhe të votojmë, dhe të insistojmë të çdo i afërmi ynë të del të voton, pa insistu për cilin, thjesht le ta shprehë mendimin politik, në qoftë se i uren të gjitha partitë, s'paku le të vendojë një X në letër, po letrën le ta vendos në politik. Le të votoj. Mirë, zotit Aravari, faleminderit që ishit me ne do të vazhdojmë të ndjekim fushatën e nuk do mend që do të shihemi sërish edhe pas zgjedhjeve lokale për të parë se ku jemi me rezultatet e zgjedhjeve lokale. Ndërkaq me juve shikues të nderuar, do të shihemi nga e hëna që vjen, ju vazhdoni të na ndiqni sepse do të sjellim intervista me kandidatët që garojnë në komunat shqiptare, intervista veç e veç, por edhe përballje direkte mes kandidatëve, cilët do të jenë të gatshëm të përballen në këtë studio. Faleminderit për kohën tuaj.